Kjo rrugë e fshatit Skevjan është njëra ndër shumë të tjera që janë asfaltuar nga komuna e Gjakovës. E për të parë nga afër se si po shkojnë punët, kryetari Pal Lekaj inspektoi punimet së bashku me zyrtarët tjerë nga komuna. Punimet janë duke u zhvilluar në nivelin e kërkuar dhe po punohet me intensitet të kënaqshëm, theksoi kryetari i komunës. Është një punë e shkëlqyer e kompanisë që po e kryen në fatin rekord dhe ju e dini që premtimin që e kom dhënë dhe kjo po bëhet realitet dhe është një investim bukur kapital për në vlerë prej 850.000 euro dhe është investim i komunës së Gjakovës. Kryetari po ashtu tha se në vazhdimsi kemi projekte për këtë fshat dhe do të përpiqemi të realizojmë kërkesat e banorëve. Ne kemi kanalizimin, ujrat e zeza dhe është në përfundim e sipër, po ashtu kemi fushën sportive që është kryer, ndriçimi e shumë projekte që janë domethënëse dhe janë të domosdoshme për qytetarët e Skevjanit. Sipas tij janë përafërsisht rreth 7 kilometra rrugë që do të asfaltohen dhe pritet që deri në muajin shtator të përfundojnë komplet punimet, ndërkohë banorët u shprehen mjaft të kënaqur me rregullimin e rrugëve. O kon nevojë e ka motshme këtu, në fshatin Skevjan, se ka bukur shumë banor, e tash si në qytet, nuk kem nevojë marrë në Gjakovë. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, konsiderohet se fshati Skevjan ka mbi 3500 banor.